إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Fillimisht e falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, pastaj dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik edhe për gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, prej obligimeve më të mëdha që i kemi ne si musliman është që ne ta kemi ushqimin halal. Atë që vendosmi në barqet tona me qenë prej halalit. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që besuat, hani nga gjërat e mira. Në këtë ajet min at-tayyibat i ka dy kuptime. Me qenë në esencë hajën të cilën e hajmë, me qenë në esencë halal e pastër, por me qenë edhe forma se si fitohet me qenë halal. Pra më thonë, me qenë ajo që e shtimi në bark halal, pa dhe formën se si, më thonë, e kemi fituat pësuri me qenë halal. Pra kjo është një ndër obligime që i kemi ndaj ushqimit dhe pijes. Dhe së dashur, në këtë hutbë desha me përmend disa edukata se si ne duhet të ushqehemi, cilat ato sjellje që duhet mi pas në parasysh gjatë ushqimit dhe pijes. Pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe i ka përmendur disa edukata. Do të mundohemi në këtë hutbë të përmendim disa edukata që duhet mi pas parasysh çdo për neve kur të hanë dhe të pinë, si të hajë dhe si të pije. Edhe prej obligimeve fillojnë i numërojnë dietarë dhe thonë e para prej tyre është bismillahi. Kur fillojnë me hangë dhe me pije, ka disa dietarë kanë thonë është edhe vajib me bo bismillah. Kur të fillojsh me hangë dhe me pi. Kjo është edukata e parë. Edukata e dytë është ta përdormi dorën e djathtë gjatë ushqimit. Mos ta përdormi dorën e majtë. Do të përmendim disa hadith ta shohim që kjo vepër ndalohet me përdor dorën e majtë gjatë ushqimit. Kjo është edukata e dytë. Edukata e tretë, personi i cili han me disa shok në një sofër, një nëse han do të hajë para vetes. Jo ta zgjatë dorën dhe të marrë ushqimin në mes të yemekut apo asaj që është aty përpara, por të han para vetes. Kjo është edukat. Këta tre edukata pejgamberi alayhis salam i thani djaloshit semillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. I thotë djalosh, kur të hajsh bën bismillah. Ha para vetes dhe ha me dorën e djathtë. Shikoj pejgamberi sa këta tre edukata, jo që i ka mësuar të mëdhëve, por dhe fëmijëve pejgamberi sa ka mësuar që duhesh me bë bismillah. Duhesh me hangër me dorën e djathtë, edhe duhesh me hangër para vetes. Kjo është një hadith. Një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam thotë: "Idha akala ahadukum falyadhkur isma Allahi ta'ala." Nëse ndonjëri nga ju dëshiron të hanë, formën urdhërohet dhe ta përmendë Allahun, në thotë bismillah. E thotë pejgamberi selam: "Fa in nasiya an yadhkura Allaha fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah." Nëse ndodh që kemi filluar ushqimin pa bismillah, kemi haruar me bë bismillah. Pejgamberi sa thotë, nëse ke haruar në fillim me bë bismillah, nëse të kujtohet gjatë ushqimit dhe pijes, atëherë thuaj bismillah awwalahu wa akhirah, ose bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah prej fillimit deri në fund. Është transmetuar në një hadith tjetër, pejgamberi sa ka thonë, nëse personi haron me bë bismillah, dhe ka thonë pas një periudhës, para se me përfundu ushqimin, thotë nëse e thotë këtë fjalë, bismillah awwalihi wa akhirih, shejtani ka hangë bashkë me ta. Moment që e ka thonë, e ka vjedhë shejtani, pse e ka thonë bismillah, ju ka kujtu gjatë ushqimit. Pra më rëndësishme me thonë fillim. Po nëse ke haru, atër e thotë gjatë ushqimit. Po nëse e ke mbaru ushqimin, mo nuk thuhet bismillah. O dash me thonë fillim, ose o dash me thonë gjatë ushqimit nëse ke haru. Kjo ishte më thonë një hadith. Një hadith tjetër, për jamë interesant, thotë, nëse ndonjëri nga ju hinë në shtëpi, edhe nuk thot bismillah,
me ta shejtani hin mrena shtëpisë. Nëse ulet të han ushqim dhe ulet dhe nuk thot bismillah, bashkë me ta ha shejtani ushqim. Edhe thot pejgamberi selam, momenti që robi s'ka thon bismillah, kur ka hin shtëpi, edhe kur ka hangur nuk ka thon bismillah, shejtani i thot shokit vet, na dul sonte banimi. Kemi ku banimi sonte, se filoni nuk tha bismillah kur hini në shtëpi mrena. Gjithashtu nuk tha bismillah kur hangur ushqim. Kështu që na dul haja, na dul edhe mbrëmja. Ku do të qëndrojmë sonte bashkë me person që s'ka thon bismillah. Pra shikoni vëllezër të dashur, bismillah gjatë ushqimit është një punë e madhe. Në një hadith tjetër pejgamberi sa ka thonën la yakulanna ahadukum bishimali. Mos të hajë ndonjëri për juve me dorën e majt. Dhe thotë pejgamberi selam, wala yashrabanna biha, por edhe mos të pije me dorën e majt. Haja dhe pija. Dhe thotë pejgamberi selam, fa inna ash-shaytana yakulu bishimali wa yashrabu biha. Nga se shejtani ha me të majtën dhe shejtani pin me të majtën. Ne si besimtarë kemi obligim mos të dukmi si shejtani. Ne na besimtar jemi të nështruar te Zoti. Ne duhet të duk si besimtar edhe në haje edhe në pije. Pra më kjo është një edukat shumë madhore. Pra ishin këta kjo e tretë. E katërta dhe së dashur, për edukatës së ushqimit është mos ta nënçmojmë ushqimin. Nëse të pëlqen haje dhe pije, po nëse nuk të pëlqen, pejgamberi sa na ka mësuar që mos mi thon fjalë të këqija. Pejgamberi sa thotë në një hadith, ma aba nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. I dërguari alayhi wasallam asnjëherë në jetën e vet nuk ka nënçmuar në çmim. Asnjë ushqim s'e ka nënçmuar. Edhe thotë sahabiu, in ishtaha akala, nëse ka pëlqyer ka hangër, wa in karihahu tarakah, nëse nuk e s'ka dash me hangë, si ka pëlqyer e ka lënë. Edhe këtë mesin edukata jon, nëse të pëlqen ushqimi që e ke përpara, haje dhe pije. Nëse nuk pëlqen, atëherë mos i thuj fjalë të këqija. Lënë anash në ta merr dikush tjetër, por mos i thuj ushqim nga se është begatia e Zotit dhe mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është edukata e katërt. Nëse dash edukata e pestë e ushqimit dhe pijes është kur të hamë dhe pimi mos të mbështetemi. Mos të hajmë shtrit. As mos të hajmë dhe pimi në kam. Pa edukat është të ulemi dhe është në këtë formë të hajna dhe të pina. Tregon një hadith, ka thonë pejgamberi selam, la akulu wa ana muttaki. Unë nuk ha asnjëherë, ka thonë pejgamberi selam, duke qenë në kam, duke qenë i mbështetur. Për këtë arsye më thonë dietar kanë thonë që mbështetja gjatë ushqimit i përgjason mendjemdhëve. Njëri që është mendjemaj, keni pa ata disa mbretër që janë çallomxhi, ata kur hajnë dhe përin, hajnë dhe pinë shtrirët. Muslimani nuk shtrihet. Han dhe pin i ulët ashtu si ka hije një muslimanit. Kjo është e pesta. Dhe së dashur, e gjashta me radhë për edukatës është kur të hajmë dhe të pimi, mos ta teprojmë. Pejgamberi alayhis salam thotë në një hadith, ma mala adamiyun wi'an sharrun min batni. Gjë më të keqe që e mush i biri Ademit është mbushja e barkit. Ena e barkit. Me mbush këtë enë ka thonë gjëja më e keqe që e bën i biri Ademit. Këtë arsye kemi kujdes. Njëri prej jo muslimanëve, kur e kishin dëgjuar këtë hadith, kishte thënë sikur musliman të veprojë me këtë hadith, nuk do kishte nevojë të ndeshin spitale as barnatore. Po ne muslimanë kemi lënë këtë hadith për Islam që me hangër pak. Po nëse kemi nevojë pak më shumë me hangër, atëherë pasa ka thënë ne ta ndajë barkin në 3 pjesë. Një pjesë për ujë, një pjesë me ushqim e një pjesë në talone për frymarrje. Pra shikoni çfarë mësime madhore, më dhe gjatë ushqimit, pejgamberi sa na ka mësuar se si ne të hajmë dhe të pimë. Dhe të dashur për edukatës tjetër me radhë, e shtata, mos ta frimi ushqimin. Shpesh i shohim disa musliman, ushqimin do shashin nxehtë, qoftë ajo hajo ose pije, mos e fri ushqimin. Se kemi hadithe të shumta, që e kanë ndaluar një gjë të tillë. Mos e fri, ne lëmë prit në të ftofët tani, më thonë e han ose e pin ushqimin. Gjithashtu për gjërave që e teta me radhë për edukatës është kur të hajmi mos të nxitojmë, të hajmi ngadale. Për të arsye transmetohet në hadithe, për asaj kur ka pi ujë, ujin e ka dhënë në 3 pjesë. Se ka pi vetëm me një frim. Por ujin e ka dhënë në 3 pjesë, kjo tregon që për asaj është ka hangë dhe ka pi, më thonë ngadal, edhe nuk është ngut gjatë këtij procesit.
Gjithashtu për edukatës dhe të dashur është edukata nëse ndodh që gjatë ushqimit bjen një copë buke ose diçka tjetër bjen në tokë. Ka disa hadithe që na kanë ndaluar që me gjujt atë ushqim. Pra sa thonë merre, pastroje dhe haje atë ushqim nga se nëse ja le, ka thonë sa më ja kilon shejtanit. Pra mos bën edhe gjërat më të vogla mi në për kamp. Nga sa është bereqeti i Zotit, duhet me marr, me pastrua edhe me hangër atë ushqim nga se është mirësi Allahu subhanahu wa taala. Kjo ishte më thonë e nota. Dhe së dashur e 10 me radhë për edukatës është të hajmi bashkarisht. Kote e fundit ka hup kjo edukatë mes muslimanëve. Djali han krejt veti, baba krejt veti, çikan krejt veti, këtë hajnë veç buk. Për edukatës muslimanët është që më ul në një sofër, në një mas, në një tavurim ul bashkarisht me hangër. Nga se besam ka thonë një hadith, ta'amul ithnejni yakfi arba'a. Ushqimi që është për 2 veta mjafton për 4. Bereqeti shtohet. Edhe vazhdon hadithi më sa thotë ushqimi që është për 4 veta mjafton për 8 veta. Në një hadith tjetër, pejgamberi ka treguar që ka një sahabi ka thonë ja Rasulullah, ne po hajmi, po pimi, por nuk po ngopemi. Pejgamberi ka pyet, a hajni bashkarisht apo të ndarur? Sahabi ka thonë ja Rasulullah, ne hajmi veç. Pejgamberi ka thonë, sikur të kishni ulur bashkarisht të hanin, juve do të kaplonte bereqeti i Zotit dhe do të ngopeshit. Pra shikoni vëllezër të dashur, me hangër bashkarisht, kjo është edhe shton dashuri mes familjes. Me djalin, me çikën, me babën, me nanën, me ul në një sofër. Kjo e shton edhe dashurinë mesin e muslimanëve. Vëllezër të dashur, për edukatës tjetër është t'i lajmë duart para ushqimit dhe pas ushqimit. Gjithashtu për edukatës është me la gojen, sikur kur marrim abdes, qesim ujë në gojë, me la gojës, ashtu më dhënë është për edukatës me la edhe gojen, nga se ka mundësi ka mbet diçka prej ushqimit në gojët tona. Kjo është edukatë. Edhe kjo e më janë vërtetuar nëpër hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe e fundit dhe së të dashur që është më kryesorja, me falëndru Allahun pasi që e krimi ushqimin. Dhe së dashur, është përmend me një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që razia e Zotit, kënaqësia e Allahut fitohet me falënderimin që ja bën robi pas ushqimit. Pejgamberi alayhis salam thotë në hadith, inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha. Pejgamberi ka thonë, Allahu kënaqet kur robi e han një gjë, ha diçka dhe në fund e falëndron Zotin. Kënaqet Allahu. Këto e kanë nxjerrë dietar që razia e Zotit, kënaqësia e Allahut fitohet nëse ne pas si që kemi hangë dhe kemi pi, kemi thonën elhamdulillah. Kjo është më e vogla, elhamdulillah. Kemi disa dua ku pejgamberi me ka zgjatë elhamdulillahin. I ka thonë disa fjalë tjera. Do të përmendin një ditë dua, do të përmendin këtë hutbe se si pejgamberi selam e falëndronte Zotin pasi që e mbaronte ushqimin. Thotë një hadith, pejgamberi ka thonë men akala ta'aman thumma qala, ai që ushqehet dhe thot pas ushqimit, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawli wala quwwa ghufira lahu dhunubuh. Pra sa ai që e thot që dua, falëndrimi të kanë Allahut, i cili më mësoi të haj dhe të pi duke mos dhënë shumë mund. Thot i falet gjunat e kaluara. Një dua e shkurt, por e ka kuptimin e madh. E keni këtë dua të mburojë muslimanë mund ta gjeni, më thonë një dua e shkurt që sa herë është mirë ta praktikojmë. Gjithashtu në një transmetim tjetër, pejgamberi ka thonë men at'amahu Allahu ta'aman, nëse Allah ka thonë të mundson me hangër dhe me pi, ka thonë selam falyakul në të thote. Çfarë thote? Allahumma barik lana fihi. O Zot bën të bereqetshëm këtë ushqim që e hangra. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. O Zot më mëso edhe më mirë se kjo që kam hangër. Kjo për duave që i ka bëu pejgamberi selam pas ushqimit. Më në fund të lutem Allahu subhanahu wa taala që Zoti fillimisht na mëson gjithë neve të hajmi halal, ashtu si ka hyrje besimtarit, dhe na mëson Zoti subhanahu wa taala që gjitha këta edukata që përmendëm ti kemi parasysh, fillimisht të jetojmë ne dhe ta mësojmë fëmijët tanë. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.
Dhe së dashur këtë ditë e Xumë, o ditë e veçantë për besimtarin, muslimani këtë ditë e veçon me salate dhe selame dhe pejgamberit alayhis salam duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.